Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha pasi kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian Andreas von Bekerat i dorëzoi raportin vjetor të Komisionit Evropian mbi progresin e Serbisë, është i bindur se Bashkimi Evropian si një organizatë, siç tha ai, i përmban fjalët dhe nënshkrimet e saj, do të na ndihmojë të përmbushim gjithçka që u nënshkrua në vitin 2013 në lidhje me Kosovën, pra të formojmë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Bekerat tha në fjalimin e tij se Serbia duhet të përmbushë të gjitha detyrimet nga marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit nga viti 2023. Vučić përsëriti se për ne Kosova është pjesë e territorit të vendit tonë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Serbisë dhe Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe Rezolutën 1244. Ministri i Punës Jashtme Marko Gjurić tha mbrëmse në një bisedë me të ngarkuarin e punë në ambasadën amerikane Aleksandar Titolos se është inkurajuese të dëshmohet forcimi i dialogut politik midis Serbisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës. Siç njoftoi ai në rrjetin social X, ky dialog shënohet nga takime të shpeshta të nivelit të lartë, siç ishte takimi i fundit midis presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe sekretarit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Marco Rubio në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndërtojnë paqe në të gjithë botën dhe përsëriti pretendimet se ai ka përfunduar 8 lufta për 8 muaj, përfshirë këto edhe atë midis Kosovës dhe Serbisë. Presidenti amerikan përsëriti deklaratat të ngjashme disa herë këtë vit. Gjatë mandatit tim të parë, Serbia dhe Kosova luftuan ashpër siç kanë bërë për dekada të tëra dhe ky konflikt gjatë kërcënoi të përshkallëzohej në luftë. Unë ndalova atë, shkroi Trump me 15 qershor dhe përsëriti këtë në disa raste të tjera. Qytetarët e Prishtinës theksojnë se kriza politike në Kosovë ndikon në jetën e përditshme dhe se politikanët nuk i kushtojnë vëmendje të mjaftueshme, edhe pse presin ditë më të mira, ata janë skeptik se ato do të vinë së shpejti. Kryetari i Aleancës së Biznesit të Kosovës, Agim Shahini, vlerësoi se Kosova rrezikon të mbetet pa buxhet për shkak të krizës politike që ka filluar që nga shkurti. Sipas tij, përgjegjësia për gjendjen e keqe ekonomike në Kosovë bie mbi lëvizjen vetvendosje. Miloš Pavković nga Qendra për Politika Europiane në Beograd theksoi se kriza politike në Kosovë ndikon në investimet e huaja, sektorin publik dhe administratën, ndërsa pasojat më të mëdha i ndjejnë qytetarët dhe se tani pyetja më e rëndësishme është nëse buxheti për vitin e ardhshëm do të miratohet. Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-s Hysni Gucati tha se nuk beson që letra Albin Kurtit ka arritur ndonjëherë te presidenti i kësaj gjykate speciale në Hagë, Ekaterina Trandafilova. Ai tha se Kurti duhet të provojë Trandafilovën më të vërtet që e ka marrë atë letër. Dje kryeministri i Kosovës në mandatin teknik publikoi një letër që ai pretendon se i ka dërguar kryetares së gjykatës speciale në vitin 2022, duke shpjeguar se beson se është e drejtë që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi të lirohen nga burgu. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë njoftuan se dhoma e gjykimit të gjyqtarit Charles Smith shqyrtoi disa kërkesa nga mbrojtja Hashim Thaçit në lidhje me dëshminë e ardhshëm të dëshmitarit të saj të planifikuar Wesley Clark dhe i dha një ditë shtesë për dëshminë e tij. Gjykimi u ndërprer për disa ditë për arsye teknike dhe vazhdon të hënën me 10 nëntor me marrjen e pyetje të mëtejshme të dëshmitarëve të mbrojtjes të 4 ish udhëheqësve të UÇK-s të akuzuar për krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Kosovë, përfshirë vdekjen e 100 personave. Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës miratoi akreditimin për mediat që do të mbulojnë rundin e dytë të zgjedhjeve lokale të dielën, por portali Kosova Online mbeti përsëri pa akreditim. Ju kujtojmë se për rundin e parë të zgjedhjeve lokale me 12 tetor, Komisioni Qendror Zgjedhor fillimisht nuk akreditoi asnjë raportim mediatik në gjuhën serbe, vetëm për të ndryshuar me vonë atë vendim dhe për të lejuar të gjithëve përveç portalit Kosova Online të
ndiqni zgjedhjet. Paneli zgjedhor për ankesave para shtresa me pas rrëzoi vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor dhe urdhëroi akreditimin e Kosova Online, por ky vendim nuk u zbatua. Moti nesër do të jetë pareshje në veriperëndim dhe perëndim të Serbisë. Në rajonet e tjera do të jetë kryesisht me vranësira dhe rreshjet e dendura, pritet në lindjet e vendit. Do të fryjë re lehtë deri mesatare, temperatura mëngjesit nga 1 deri në 9, kurse ajo maksimale ditore nga 10 deri në 14 gradë Celsius.